Struktura e sigurisë publike të Drejtorisë Vendore të Policisë Lezhë në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Lezhë kanë vijuar gjatë fundjavës kontrolle intensive në zonat turistike të Shëngjinit në kuadër të planit të masave për sezonin veror. Fokusi i këtyre kontrolleve ka qenë monitorimi i ndotjes akustike në ambiente të hapura dhe të mbyllura për të verifikuar respektimin e nivelit të lejuar të zhurmës sipas ligjit 9774 datë 12 korrik 2007 për administrimin e zhurmës në mjedisin ndryshuar. Gjatë inspektimeve janë kryer matje me pajisje të certifikuara për zhurmën, të cilat kanë rezultuar brenda kufirit të lejuar sipas udhëzimit të përbashkët numër 02, datë 15 nëntor 2023 të Ministrisë së Turizmit, Shëndetësisë dhe Ministrisë së Brendshme. Po ashtu, janë bërë verifikime për respektimin e orarit të lejuar të muzikës në ambientet e hapura, i cili është i përcaktuar nga ora 11 deri në orën 24, ndërsa policia e Lezhës shpreh vendosmërinë për të garantuar rendin, qetësinë dhe sigurinë publike gjatë të gjithë sezonit turistik dhe u bën thirrje qytetarëve të denoncojnë çdo shkelje, duke u garantuar reagim të menjëhershëm.